Me emër të Allahut, mëshirues dhe përditshtar i madh. Për çka pyesin ata njëri tjetrin? Për çfarë i bëjnë pyetje ata njëri tjetrit? Allahu i lartësuar e nis me një pyetje e cila përmban në vetvete edhe një kërcënim. Pra, për çfarë pyesin dhe polemizojnë ata që mohojnë ajetet dhe mrekullitë e Allahut? Pikëshudit se vetë Allahu i lartësuar e sharron se për çfarë pyesin ata me skepticizëm dhe metalje. Për lajmin e madh. Për lajmin e madh të rënditës, për të cilën kanë aq shumë kundërshtime e polemika. Ata diskutojnë gjatë për lajmin e madh, rreth të cilit kanë shumë kundërshtime, pasi e shohin atë si të pabesueshëm, megjithëse ai është i vërtetë dhe i padiskutueshëm. Nuk ka dyshim që ai do të ndodhë, por mohuesit e takimit me Allahun nuk e besojnë atë, edhe sikur të shfaqet çdo lloj mrekullie, derisa ndëshkimi i Allahut i rëmbej e përpi. Metej, i lartësuari thotë, për të cilën ata kanë mendime të ndryshme. U tërsiru sure e nebe ajet 2. Jo, ata, me siguri, do ta dinë. Jo, të mos pyesin, sepse ata do ta kuptojnë. Përsëri jo, se ata do ta kuptojnë. Kur të zbresë mbi ta ndëshkimi i ashpër dhe pakthemi i Zotit, atëherë do ta kuptojnë qartë atë që nuk po e besojnë. Ditën kur të bëhet ftesa e trishtueshme për në xhenem, të cilën ata nuk do të mund që ta refuzojnë apo të shmangen, atyre do t'u thuhet, ky është zjarri, të cilën ju nuk e besoni. Me poshtë, Allahu i lartësuar numëron shumë mirësi, të cilat u ka dhuruar njerëzve, mirësi të cilat tregojnë qartë vërtetësinë dhe sigurinë e asaj çka njoftuan dhe kumtuan profetët e tij. E pastaj, sërish, me të vërtetë do ta dinë. U tefsiru sure e nebe ajet 4. A nuk u kemi bërë ne tokën shtatë? A nuk e bëm ne tokën të përshtatshme për ju? Allahu i lartësuar e krijoi tokën dhe e shtroi atë në mënyrë që njerëzit të jetojnë dhe të përfitojnë lehtë prej saj. Në të mund të mbillet, të ndërtohet, të hapen rrugë dhe të lëvizet normalisht për të kërkuar mirësitë që Zoti ka vendosur tek ajo. E malet shtyll. Dhe malet shtylla. Allahu i lartësuar i ka bërë malet si shtylla që ta mbajnë tokën të lidhur e të qëndrueshme. Në këtë mënyrë, Allahu i lartësuar e ka bërë tokën të përshtatshme për një jetë normale. Jo vetëm kaq, por me pamje madhështore të maleve, Allahu i lartësuar e ka bërë edhe me të bukur tokën, unë jetojmë. Ne ju kemi krijuar dy lloje mashkull dhe femër. Ne ju krijuam në çifte. Allahu na ka krijuar në çifte, mashkull dhe femër të njëjtit lloj, me qëllim që të gjejmë prijen dhe qetësinë të njeri tjetri. Vendosi mes këtyre dy gjysmave që plotësojnë njëra tjetrën, dashurinë dhe mëshirën, prej të cilave lind dhe vazhdon jeta. Kështu, mbi bazat e dashurisë dhe të mëshirës, formohet e zhvillohet më tej shoqëria njerëzore. Përveç kësaj, Allahu i gjithëmëshirshëm ka bërë të mundur që çifti të shijojë edhe kënaqësinë e marrëdhënieve mes tyre. Dhe gjumin tuaj ua kemi bërë çlodhje. Dhe gjumin jua bën për pushim. Pra Allahu i lartësuar e bëri gjumin si që të sim dhe çlodhje për ne nga gjithë ato angazhime dhe veprat të ngarkuara gjatë ditës, që nëse do të ishin të vazhdueshme do të na dëmtonin dhe lodhnin shumë fizikisht dhe shpirtërisht. Kur e natën ua kemi bërë mbulesë. Natën jua bën mbulesë dhe ditën gjallërim. Për të punuar, i gjithëmshirshmi e ka bërë natën dhe gjumin si mbulesë për njerëzit që të qetësojë dhe çlodh trupin e mendjen e tyre. Ndërsa ditën ai e bëri për aktivitet për të kërkuar mirësitë e tij. I lavdëruar qoftë i lartësuari për mirësitë e tij të panumërta. Dhe ditën e kemi caktuar për jetesë ekonomizim. U tefsiru sure e nebe ajet 10. Dhe mbi ju kemi ndërtuar shtratë që jetë e fortë. Ne kemi ndërtuar mbi ju shtatë që jetë e fortë, Allahu i lartësuar ka ndërtuar si për ne shtatë që je madhështor dhe të fuqishëm. Është i plot fuqishmi që i mban ato në atë rregull as precis që të mos shkatërrohen. Përveç se si mburoi për tokën, i madhruari e ka bërë qiellin me shumë mirësi që janë të domosdoshme për jetën në tokë. Një nga këto mirësi etike për tokën është edhe ndriçuesi, pra, dielli, të cilën i lartësuari e përmend në mënyrë të veçantë. Dhe kemi krijuar kandil diell të shëndritshëm. Dhe kemi vënë një ndriçues që ngroh. Allahu i lartësuar e ka përshkruar diellin me dy cilësitë e tij, pa të cilat jeta në planetin tokë do të ishte e pamundur, ai është Iraj, ndriçues dhe Uhaj, ngrohës. Pa dritën dhe ngrohtësinë e diellit dhe pa mira e mira kushtet e tjera, jeta në tokë do të ishte e pamundur. Mos vallë, të gjitha këto janë mbledhur rastësisht në këtë planet. Pikëshuditse, ne nga rreth u lëshojmë urat e mëdhashira. Prej reve lëshojmë shit e bollshëm me rregullin e mrekullueshëm, sipas të cilit funksionon kjo gjithësi, Allahu i lartësuar ka mundsuar që nga rreth të bjerë shi, të cilin i gjithëmshirshmi e ka përshkruar si thejq xhaxha, pra, të bollshëm. Jo vetëm kaq, por ai e lëshon shiu me forme më të dobishme për krijesat. Çfarë do të ndodhte nëse shiu do të binte mbi tokë dhe mbi krijesat vetëm me vrull e forcë? Pikëshuditse,
për arritjen e drejtërave dhe bimëve, që nëpërmjet tij të rrisim drejtëra e bimë, foragjerja dhe kopshtet e dëndura palë mbi palë. Nëpërmjet qiut i lartësuari u jep jetë në mënyrë të veçantë drejtërave si grurit, elbit, misrit, orizit eq, që janë ushqim kryesor për njerëzit, po ashtu edhe të gjithë bimëve të tjera, që Allahu i lartësuari ka bërë si ushqim të domosdoshëm për kafshët. Me ujin e shiut, gjithashtu, arritën pemët, qelin frytet e tyre dhe gjelbërojnë kopshtet e pyjet. Atëherë, duke qenë se Allahu i lartësuar ju ka falur të tilla begati e mrekulli, si është e mundur që ju e mohoni dhe nuk tregoni mirënjohje ndaj tij? Si është e mundur që ju ta quani të gënjeshtërt lajmin e tij rreth vërtetësisë së ditës së gjykimit, të cilën ai e ka sjellë nëpërmjet profetëve të tij? Çuditëse si është e mundur që, duke shfrytzuar mirësitë dhe begatitë të dhuruara prej tij, ju të bëni gjino apo të tregoni arrogant dhe mospërfillës ndaj urdhave të tij. Çuditëse dhe kopsheve të dëndura. U tefsiru sure Nebe, ajet 15. Me të vërtetë, dita e sarimit është caktuar. Allahu i lartësuar na tregon se çfarë do të ndodhë ditën e gjykimit, ditë rreth së cilës polemizojnë mohuesit e profetëve dhe kokëfortët. Ajo është një ditë e madhe, të cilën Zoti e ka dalluar nga ditët e tjera. Ai thot për të, s'ka dyshim se dita e gjykimit është caktuar. Ajo është dita që Zoti e ka caktuar për llogari me drejtësi. Askush nuk do t'i shpëtojë asaj dite, sepse ajo do t'i mbledhë të gjithë. Dita kur do të fryhet në buri sur, e do të vini ju, grupe, grupe. Ajo është dita kur do t'i fryhet surit dhe ju do të vini grupe, grupe. Ajo është dita e tubimit të krijesave. Me njerë pas fryrjes së surit, njerëzit do të grumbullohen para Zotit të botëve për të dhënë llogari. Vënditja do të jetë aq e madhe, sa që fëmijët do të thinjen, ndërsa zemrat do të jenë të zbrazëta. Në fakt, pamjet e asaj dite janë të vështira të shpjegohen realisht. I Madhruari thotë, dhe qielli do të hapet dhe do të bëhet dyer. Qielli do të hapet dhe do të bëhet dyer. Malet do të shkuren e do të bëhen pluhur. Atë ditë, në qiell do të bëhen qarje të mëdha, ndërsa malet do të bëhen pluhur dhe do të tretën në ajër. Atë ditë, Allahu i drejtë dhe krenar do të gjykojë krijesat me drejtsinë e tij, pa i bërë askujt pa drejtësi. Tashmë, zjarri i xhenemit është nxirr nga nxehtësia e madhe dhe qëndron në prit të keqbërësve jo besimtar dhe gjinaqar. I lartësuari thotë, dhe malet lëvizin e bëhen si i ajrit fatamorgan. U tefsiru sure Nebe, ajet 19. Me të vërtetë, skëtera do të bëhet pusi. Me të vërtetë, xhenemi është në prit. Ai është vendstrehimi i keqbërësve. Mosbesimtar. Ai do të jetë vendstrehimi dhe vendpritja e atyre që shkelen me arrogancë kufijtë e Zotit. Këta do të qëndrojnë në xhenem përgjithmonë, siç thotë i lartësuari. Për të këqij vendbanim. U tefsiru sure Nebe, ajet 21. Që aty të mbeten përgjithmonë. Ata do të mbesin atje përgjithmonë. Akaba, sipas disa komentuesve të Kuranit, është një periudhë prej 80 vjetësh. Pra, ata do të qëndrojnë në xhenem një pafundësi akaba, në të nuk do të shijojnë as freskim, as pije. Atë nuk do të shijojnë as freski, as ndonjë pije, përveç se ujë të val e kalpsira, si ndeshkim të merituar. Kur të hyjnë në xhenem, ata nuk do të ndjejnë me freski për trupin, që do të digjet vazhdimisht, dhe as pije të freskët, që të shuajnë etin e tyre. Për të pirë, atyre do t'u jepet hamima, pra ujë të përveluar, nga nxehtësia të cilit, vetëm sa t'u afrohet, digjet dhe shkrijet mishi dhe lëkura e fytyrës dhe këputë nxore të barkut. Atyre u jepen për të pirë dhe gasaka, do me thënë, qelbi dhe pislëqe që dalin nga trupa që digjen në xhenem. Ajo është shumë e keqe për sa i përket erës dhe mundimit që u jep banorëve të zjarrit. Ky ndeshkim është plotësisht i merituar për ta, për shkak të veprave të tyre të urta dhe të shfrenuara në mosbindje ndaj të Madhruarit. Allahu i lartësuar nuk u bën pa drejtësi, sepse janë vetë ata që shkatërrojnë veten dhe e zgjedhin rrugën e humbjes. Me te, i Madhruari tregon veprat e tyre, prej të cilave ata meritojnë dëshkimin, përpos ujit të vjuar dhe çelësijave. U tefsiru sure Nebe, ajet 24, si shpërblim gjigjes i veprave të tyre. U tefsiru sure Nebe, ajet 24, ata, me të vërtetë, nuk ka menduar në dhënjet e llogarisë. Ata nuk besojnë se do të japin llogari. Ata nuk besojnë ringjalljen. Ata nuk besojnë që Allahu i lartësuar do t'i llogarisë dhe shpërblejë me drejtësi njerëzit për veprat e tyre të mira apo të këqija. Ata nuk përpiqen për ahiretin dhe as nuk shpresojnë për shpërblimin atje. Dhe argumentet tona i kanë mohuar krejtësisht. Me forcë. Ata i refuzojnë haptazi dhe pa dorashka argumentet fetare dhe pse ato janë të faktuara sakt nga profetët e Allahut.
Ata i mohojnë ato thjesht me kokëfortësi dhe inat. Por ne, çdo gjë e kemi numëruar dhe shënuar. Ne e kemi ruajtur çdo gjë me shkrim. Allahu i lartësuar e ka shkruar çdo gjë me përpikmëri, e madhe apo e vogël qoftë, e mirë apo e keqe qoftë ajo. Asgjë nuk i shpreton librit e Zotit. Allahu i lartësuar ka shkruar çdo gjë në Leuh Mahfuz. Kështu, kriminalët nuk do të ndeshkohen kur për krime që nuk i kanë bërë dhe as nuk do të lihen pa marrë shpërblimin e çdo të mira apo të keqe që kanë bërë në këtë dyja. I lartësuari thot në një ajet tjetër, kur libri i punëve do t'u vihet përpara, ti do t'i shohësh gjinaqarët e friksuar nga shënimet në të, që do të thonë, të mirë ne. Çfarë është ky libër, që nuk ka lënë asnjë vepër, të madhe apo të vogël, pa e shënuar? Aty do të gjejnë të shënuar gjithçka që kanë bërë. Zoti yt nuk i bën pa drejtësi askujt. Kehf 49. Andaj, shijoni, ne do t'ju shtojmë vetëm dënimin. Tani vuani. Ne do t'ju shtojmë vetëm se vuajtje. Kuptimi, të gjithë ju që keni mohuar shpaljen dhe takimin me të plot poshtetshme, uajeni këtë dënim të dëmshëm dhe poshtërimin e përjetshëm. Çdo moment që kalon, ky dënim vetëm shtohet dhe ashpërsohet. Ky është nga ajetet më të frikshme për ndeshkimin që do të përjetojnë banorët e zjarrit. E lutim Allahun e lartësuar që të na ruajë nga dënimi i zjarrit dhe poshtërimin e tij. Me të vërtetë, për ata që i kanë ruajtur Perëndis, u janë përgatitur vende kënaqësie. Pasi tregoi përfundimin e të dëshpëruarve, Allahu i lartësuar vjo me premtimet për të devotshmit. S'ka dyshim se të devotshmit do të kenë shpërblimet e mëdha, atyre të cilët pajisen në këtë dynja me cilësinë e takua. Allahu i lartësuar u premton me faza, pra, shpëtimin nga zjarri dhe çdo e keqe në dynja dhe në ahiret, si dhe arritjen e çdo të mire që shpresojnë në të dyja jetët. Por kjo është e kushtzuar me takua, Takua është mbrojtja nga dënimi dhe zemërimi i Allahut duke kryer urdhrat e tij dhe duke ju larguar ndalesave të tij, i motivuar nga dashuria për të dhe madhërimi i tij. Kështu, të gjithë ata që i përkushtohen atij me bindje dhe nënshtrim, që i largohen çdo gjë të cilën ai e ka ndaluar, do të jenë të shpëtuar nga zjarri dhe do të shpërblehen me mirësi të shumta. Prej mirësive që i presin këta fatum, i lartësuari na tregon. Kopshte dhe vreshta. Kopshte e vreshta rrushi, kopshte të mrekullueshme, plot pemë të bukura dhe bimësi të dendur. Mes frutave të mrekullueshme rrjedhin dhe kurvullojnë lumin të kullua. Allahu i lartësuar e përmend në veçantë rrushin, sepse ai do të jetë i bollshëm dhe i shumëllojshëm atje, por edhe sepse ai është një nga frutat më të dashura për njerëzit. Dhe vajzat e reja të njëjtës moshe. Edhe vashat e një moshe. Ata do të kënaqen në xhenet me gratë e tyre, që do të jenë sipas dëshirës dhe kënaqësisë së tyre. Allahu i lartësuari përshkruan ato si këuajb dhe si etraba. El këuajb do të thotë bukuroshe, tup të dhura, të freskëta e plotafsh, me gjokë këuajb, pra, të rumbullakosur, që ku nuk i prishet forma dhe bukuria. Ndërsa etraba tregon se ato janë të një moshe, por jo vetëm kaq. Etraba janë ato gratë që din të joshin dhe të kënaqen burrat e tyre. Ato janë, gjithashtu, shumë të përkushtuara dhe të dashuruara pas burrave të tyre. Ato do të jenë në moshën më të plot dhe të freskët, 33 vjeçe. Dhe kupa të plota, edhe gota të mbushura plot, me pije të këndshme. Ato do të jenë të mbushura me pije të mrekullueshme dhe të freskëta. Nuk do të dëgjojnë atje në xhenet bisedat e kota as gënjeshtra. Aty nuk do të dëgjojnë fjalët e kota e as gënjeshtra. Leguën janë fjalët e kota, të padobishme, ndërsa kidhaba janë fjalët e keqia, të cilat e ngarkojnë njeriu me gjinoa, pra, janë fjalë të ndeshkueshme, sikurse thot i lartësuari në një ajet tjetër. Ata nuk do dëgjojnë atje fjalët e kota dhe as fjalë gjinaqare. Ata do dëgjojnë vetë përshëndetje e selam pas selami. Por ja, pastaj i madhruari na tregon se ai u adhuron shpërblimet këtyre fatbarëve nga bujaria dhe mëshira e tij e pakufishme. Ky është shpërblimi i Zotit tënd, i dhënë sipas llogarisë së veprave të tyre. Shumë shpërblime e dhuratat edhe nga Zoti. Këto mirësi janë dhuratat e madhruarit bujar, por edhe si shpërblim për mundin dhe veprat e tyre të mira që kanë bërë në këtë jetë. Bujaria të madhruarit është shumë herë më e madhe se sa ne mund të mendojmë dhe të shpresojmë. Ai shpërblen shumë edhe për veprat e vogla, të cilat i shton me bujarinë e tij. Madje, edhe ato veprat e mira që kryen të devotshmit janë prej mirësisë së dhuruesit të mirësive. Është ai që u jep sukses për të bërë veprat e mira në urtësinë e tij, dhe është po ai që u pranon veprat e mangëta dhe i shpërblen shumë më shumë se sa mund ta mendojnë. I lavdëruar qoftë ai që për këto veprat e pakta dhe të mangëta vendosi si çmim xhenetin dhe mirësitë e përjetshme në të. Zoti të qiejve dhe të tokës, dhe çka gjendet në mes tyre, mëshiruesi, të cilit askush nuk do të mund t'i bezej flas. Zoti i qiejve e i tokës dhe çka ndërmjet tyre. Ai është i gjithëmshirshmi, kuptimi, ai që u adhuroi këto mirësi është Allahu, i vetmi i adhuruar në qiell dhe në tokë. Ai është i gjithëmshirshmi, Zoti i qiejve dhe i tokës.
Është ai që ka krijuar gjithçka, rregullon çështjet në qiell dhe në tokë dhe përkujdeset për krijesat. Mëshira e tij ka përfshirë çdo gjë, por për besimtarët është një mëshirë e veçantë. Është ai që kujdeset për ta me mëshirën e tij të veçantë, duke i udhëzuar tek e mira dhe duke i ruajtur nga e keqja. Nëpërmjet mëshirës dhe suksesit të dhënë prej tij, ata kanë arritur deri këtu. Pastaj i lartësuari flet për pushtetin dhe sundimin e tij të madh në ditën e gjykimit, të cilët askush nuk mund t'i bëjë vërejtje. Atë ditë, asnjë krijesë nuk nxjerrë dhe nuk flet pa ju dhënë leje. Askush nuk mund të kundërshtojë të madhruarin, madje nuk mundet as të flas, qoftë edhe një fjalë, pa lejen e tij. Ajo është vërtet një ditë shumë e madhe dhe e vështirë. E si mund të flasin ata kur rreth e rrotull tyre do të qëndrojë melekët madhështor të madhruarit? Pikë ditë se thot i lartësuari. Në ditën kur Gjebraili dhe engjëjt do të jenë të vëreshtuar, e nuk do të flasë askush, përposa atij që do t'i lejojë Mëshiruesi e që do të thonë të vërtetën. Atë ditë, Gjibrili dhe melekët do të qëndrojnë të rreshtuar. Edhe melekët do të qëndrojnë të rreshtuar dhe nuk do të flasin, veç nëse jep leje Rahmani. Askush nuk mund të flasë, veç atij që e lejon i gjithëmshirshmi dhe që thotë të vërtetën. Ai që flet duhet të plotësoj dy kushte: ta lejojë Rahmani dhe të thotë të vërtetën, sepse ajo është dita kur do të zbulohen të vërtetën. Ajo është ditë e pashmangshme, e kush të dojë, do ta marrë strehimin te Zoti i vet. Ajo është dita e vërtetë. Atë ditë e kota nuk mund të shitet dhe të pranohet si e drejtë dhe gënjeshtra nuk bën me dobi. Pasi paralajmëroi dhe përgëzoi në ajetet e mesipërme, Allahu i lartësuar thotë: "Prandaj, kush dëshiron, le t'i kthehet rrugës për te Zoti i vet." Pra, ai që dëshiron të shpëtojë atë ditë, le të bëjë veprat e mira, që të jenë shpresë dhe shpëtim për të, sepse atë ditë nuk të sjell dobi dhe shpëtim asgjë, përveç veprave të mira, sipas besimit të drejtë të urfyer nga të dërguarit e Zotit. Me të vërtetë, ne u kemi paralajmëruar se është i afër dënimi, në ditën kur njeriu do t'i shohë veprat e tija, dhe kur jo besimtari do të thotë: "Oh, te isha dhe." Ne i kemi paralajmëruar ata. Njerëzit për një dënim të afërt. Çdo gjë që pritet të vijë është afër. Edhe dita e gjykimit është shumë pranë. Të mos ju duket e largët dita e takimit me të madhruarin. Ajo do të jetë një ditë shumë e trishtueshme nëse nuk fillon që tani të adhurosh Allahun e madhruar. Atë ditë njeriu do të shikojë se çfarë i kanë sjellë duart e veta, asgjë nuk mund të të shpëtojë atë ditë, veç nëse ke bërë veprat e mira për të kënaqur Allahun e lartësuar. Atë ditë njeriu do të shohë se çfarë ka bërë me duart e veta, dhe kjo është vetëm një shpresë për shpëtim. Për këtë arsye, në këtë botë, njeriu duhet të llogarisë vetveten dhe të rregullojë marrëdhëniet me Zotin e tij, para se të jetë shumë vonë, sikurse thuhet në Kurani: "O ju që keni besuar, jini të devotshëm ndaj Allahut dhe le të shikojë njeriu se çfarë ka përgatitur për nesër. Keni frikë Allahun. Nuk ka dyshim se Allahu di në detaje gjithçka që ju bëni. Mos u bëni si ata që e haruan Allahun e prandaj Allahu i bëri që të harrojnë vetveten. Ata janë të shënuarit. Nuk janë një lloj banorët e xhenetit me banorët e xhenemit. Banorët e xhenetit janë të fituarit. Sikur ta zbrisnim këtë Kur'an mbi ndonjë mal, do ta shihja të strukuret e qarë prej frikës nga Allah. Këta janë shembuj që u shkoqisim njerëzve që ata të mendojnë. Ai është Allahu, veç të cilit nuk ka të adhuruar tjetër me merit. Ai është njohësi i të fshehtës dhe të dushmës. Ai është i gjithëmshirshëm me shërploti. Ai është Allahu, veç të cilit nuk ka të adhuruar tjetër me merit. Ai është sunduesi i përgjithshëm, i pastër nga çdo emet, shpëtimtari, siguruesi, mbikëqyrësi, ngallëtari, mbizotëruesi, krenari. I lartësuar është Allahu nga çka i shoqërojnë. Ai është Allahu, krijuesi, shpikësi, formësuesi. Atij i takojnë emrat me të bukur. Atë e madhran çfarë ka në qiell në tokë. Ai është ngallëtari i urti. E 24, ndërsa jo besimtari do thotë: sikur të isha dhe. Jo besimtarët qafirët do të dëshironin të zhdukeshin dhe të mos ekzistonin më. Ata do të dëshironin të vdisnin dhe të mos ngjalleshin më, sepse ajo ditë do të jetë mbushur me dëshpërim dhe dhimbje për ta. Çdo kush e ka një mirësi, le të falenderojë Allahun e lartësuar, ndërsa çdo kush e bie një e keqe, le të çortojë veç vetveten. E lutem Allahun që të na ruajë nga kufri dhe nga çdo e keqe tjetër, se ai është bamirës dhe bujari i madh.